Erdis Dibra është një ish arbitër i kolegjiumit të Shkodrës, por edhe i kolegjiumit shqiptar, por që prej disa vitesh ka zgjedhur Italinë për të jetuar atje dhe për të punuar, por pjesë dhe sekretari i përgjithshëm i klubit të Vllaznielit në Milano. I kënaqur për aktivizimin, për pozicionin që keni edhe për themisor sot në Shkodër? Po, normalisht realizu me një anër që për ne është një gjatë shumë e madhe me lujtë ndër Boriqi kundër vllaznisë të Shkodrës, dhe me thanë emocione pa fondme, përjetume, dhe me thanë ishte një kënaqësi e papame. Falenderoj me Alban Xhaferin, misterin Edi Martini edhe Benar Xhekan, presidentin tonë për mundësinë që na dha. Ju një lindur dhe rritur me ambientin Koçi Blu, po çfarë keni thënë shokëve dhe miqve tuaj kur u nisët për Shkodër? I keni folur për traditën, për vlerat e Shkodrës dhe të vllaznisë? Qysh momentin që është konfirmu ndeshja miqësore, unë i kam folë, dhe me thanë pa fond kur kena ba trajnimet, mbledhjet, dhe me thanë i kam folë pa fond për Shkodrën, për historinë e vllaznisë, edhe ata, dhe me thanë ishin shumë të emocionum qysh momentin që tu e ditë se me kanë me lujtë edhe lojtarë që kanë me lujtë, si Bekim Bala, Gurishta, Krymi, dhe me thanë lojtarë me peshë, dhe me thanë ata kanë përjetu, dhe me thanë shumë emocione, dhe me thanë, edhe janë jashtëzakonisht shumë të kënaqur. Një kujtim i bukur, padyshim historik për shumë prej pjesëtarëve të skuadrës tuaj që kanë shkelur dhe kanë luajtur në këtë stadium. Absolutisht janë shumë të kënaqur, ne falenderojnë edhe ka me mresa shumë gjata, si për futbollistat, për stafin e për krejt ne. Gjatë transmetimit të ndeshjes, babai juaj, Edmond Dibra, është shumë i pasionuar pas ndeshjes, por tifozëve Vllaznia Elit duket keni bërë efektin e duhur tek mondi. Po normalisht se ne kena ëndra, dhe me thanë ndoshta pak të shfrenume, por që kur nuk mund të thëmë jo, sepse objektivi jonë është më arrit në Serie A, pse jo. Ju vjen keq që u shkëputet nga arbitrimi në Shqipëri? Po, keq më vjen, kam provu edhe në Itali, por që mundësia që më është dhanë pranë vllaznisë Elit, normalisht që si çdo shkodran e pranon edhe e ban me një emocion edhe me pasion, as bëhet fjalë. Si sekretari i përgjithshëm i klubit Vllaznia Elit, janë raportet me presidentin Benar Xhekaj? Absolutisht janë shumë të mira, është i gjillshëm për çdo gjë, është dhe me thanë një president i vërtet, me thanë. Objektivat për sezonin e ardhshëm? Absolutisht është të njësim kategorinë, të shkojmë në promocione, të shohim më përpara. Jena dhe me thanë çdo ditë punojmë shumë fuqishëm afro lojtarë cilësor, me misterin, me drejtorin sportive, punojmë çdo ditë shumë fort që të bëjmë diçka ta njësim emrin Vllaznisë sa më lart edhe për te Adriatikut. Sukses Erdis. Shumë faleminderit.